E transportimit të tij për në spital ka qenë vërtet një situatë e komplikuar me probleme në frymëmarrje dhe gati pandjenja. Shikoni, nuk është një situatë e mirë as tani. Janë deputet Partisë Demokratike që kanë shkuar në spital, po kështu edhe vetë zoti Berisha. Aulon Kalaja është në këtë gjendje, në këto momente në spital. Ndërkohë ka një reagim të kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zotit Bardhi, i cili thotë sulmi çnjerëzor i policisë së shtetit ndaj qytetarëve apo deputetëve të Partisë Demokratike është një akt i rënd provokimi, por që tregon se Edi Rama ka humbur qetësinë. Kjo ndodh sa herë dikush ndjen fundin dhe fundi i tij është i shpejtë dhe i dhimbshëm. Çdo punonjës i policisë së shtetit që kalon vijat e kuqe dhe dhunon haptazi ligjin do të mbahet personalisht përgjegjës. E drejta për të protestuar nuk mund të synohet nga askush, sulmi çnjerëzor nuk mund të falet. Pra, përsëri ka një kontrast mes asaj çka thot mazhoranca, ministri dhe asaj se çka thot. Do ta citosh që Gazmin Bardhi nga Stambolli. Nuk është në real. Sepse nuk ishte në protestë, ishte jashtë vendit. Vetëm një moment, ta ndjekim pak zotin Berisha, është live përmes Facebook-ut të tij. Se ndërballu për policë. Edhe ai është sokol besëpërem, nuk është bifër besëpërem. Po. Ata sulmuan deputetin, doktor, në mënyrë të... Në momentin që shkova për të arnim, deputetin mlitin gati me spraj. Së pa më... Ishim vetëm duke bërë një diskutim, një deputetëve dhe policisë. Në momentin që vjen Klevisi, fillon shtyt me njëri tjetrin dhe direkt na hetin gazë dhe propaganda. Unë isha me maske, hoqja që më ishtë, më identifikoshin që isha unë dhe unë, po flisja me media. Dhe në momentin që flisja me media, do ditën direkt në sy. Besoj ka... 4 deputetë ishin, Luciano, unë, Ledina dhe Kastriot Piroli. Ishin të 4 që... Targetim është rasia jo. Dakor për plasë, në bashu. Sot ishte thjesht duke folur, thjesht duke marrë një shëndrim. Por mbështetur dhe njerëzit dhe media, se unë goditën dhe media, kanë sënduar dhe media. Se po ma thoshte Auloni, që ishte në gëngjitur. Pas kësaj të uturën në Shkopa, sepse ishin të përgatit në këtë skenar. Do të kanë gjithë në Shkopë të qapa, të e kanë... Do të shkoj edhe tek... Mirë, zoti Berisha përmes Facebook-ut të tij po e ndiqni drejt për drejt në spital, ndërkohë që e kthej bisedën në studio, ishte ai kontrasti edhe përmes statusit të Bardhit, po thoja, me atë çka thot Lamallari. Bardhi thotë që do të mbaj përgjegjësi policia për mënyrën se si u soll dhuna, nga ana tjetër Ministri i Brendshëm përgëzon një polici profesionale. Pra duket se këtu është përqendruar e gjitha mes asaj çka thot opozita dhe çka thot vetë mazhoranca për sa i takon sjelljes së policisë. Shikoni, qëndrimi i Lamallarit është, po themi, korrekt për sa i përket funksionit të tij. Pra jep një mbështetje politike forcave të policisë së shtetit dhe nuk mund të pritet ndryshe. Pra, për sa i përket pastaj qëndrimit të zotit Bardhi, ne kemi dëgjuar patëm rast dëgjojmë edhe zotin Noka ose funksionarë tjerë të Partisë Demokratike, të cilat e dënuan sjelljen e policisë, madje zoti Noka tha që unë do bëj personale me drejtorin e policisë, përmendi drejtorin e forcave operacionale. Shikoj, këto jemi në fushën e retorikës politike pastaj, që këto janë, po themi, qoka për t'u bërë në një farë mënyrë, janë deklarata për t'u dhënë dhe jepen në çdo protestë. Pra, edhe protestat e kaluara, jo vetëm këto protestat kombëtare që kur nisi aksioni i ri, po të shohësh po të marrësh 10, 15 ose më shtyhet dhe më shumë të viteve të fundit, edhe kur ka qenë Partia Socialiste në opozitë, edhe ajo në një farë mënyrë përmendte emrat e drejtuesve të policisë dhe thoshte kur vinë në pushtet do mbani përgjegjësi ligjore për këto që po ndodh. Pra, nga pikpamja e asaj që ndodhi në terren, juroj shërim të shpejtë gjithë plagosurve, pra edhe protestuesve dhe policëve, po nuk ndodhi diçka jashtëzakonshme që s'kishte ndodhur më parë dhe fatmirësisht që u kufizua, po themi me këto lëndimet leta. Për sa i përket pastaj aspektit politik të asaj që ngjau, unë besoj që
ka ende shumë për të bërë nga ana e Partisë Demokratike, nga ana e përfaqësuesve të tjerë të opozitës, pra duket si një lloj detyrimi në një farë mënyrë kjo që po ndodh dhe shoh thash pak më parë, shoh ende si një funksionim në Partisë Demokratike dhe partive të tjera të opozitës, duket si një lloj klubi privat, si një lloj klubi ekskluziv dhe as nuk po tenton në një farë mënyrë se ti ka diçka, politika është, po themi, pa parashikueshme, ti mund tentosh në fundit, por nuk je i aftë sepse je i pabesueshëm. Por unë shoh që nuk ka asnjë lloj tendence, po themi, nga leadershipi i Partisë Demokratike dhe i partive të tjera për ta zgjeruar po themi bazën e mbështetjes, qoftë edhe të qytetarë deri tani të pa angazhuar, por qoftë edhe duke përpjekur nga pikpamja formale për të bërë një koalicion me partitë të tjera ekstra parlamentare, po themi ka disa parti të reja që kanë mbetur jashtë parlamentit, por sigurisht që mund të kenë zërin e tyre dhe me afrimin e zgjedhjeve të reja në zgjedhjet të pranverës, pra vitin e ardhshëm, duket që ose detyrimi lind për ta bashkuar këtë front, por shoh që nuk ka ende asnjë përpjekje, duket ka një lloj rehatije. Pra duket sikur Berisha në një farë mënyrë është i kënaqur që të ruajë monopolin e opozitës, dhe sigurisht që pati atë përplasjen e madhe me Lulzim Bashën për Vulën, pati një moment të keq sepse ishte një vit në arrest shtëpie, por këtë betejë, po themi, brenda kampit, brenda llojit, mbani mend ato 8 janarin me hunjë dhe me shufra hekuri, këtë betejë shumë të rëndësishme për të, ai u angazhua seriozisht dhe e fitoi. Dhe pas asaj fitore, pra të betejës me Lulzim Bashën, duket ka një lloj rehatie dhe vetkënaqësie për ta lënë në një farë mënyrë situatën të rrjedhë dhe pa bërë përpjekje për të përfituar më shumë. Lita, kjo ishte protesta e 7, nga ana tjetër kemi parë 6 të tjerat, me sa duket në këtë linjë apo me këtë skenar mund vijohet përsëri, pra një reagim i policisë në këtë mënyrë, siç kemi parë, çfarë i mbetet Partisë Demokratike për të bërë në protestat e tjera? Ka dy gjëra. Erli e ceku pak dhe duhet ja themi edhe qytetarëve. Partia Demokratike është fushat elektorale brenda saj, sepse në mes të majit rizgjedh zotin Berisha në krye të Partisë Demokratike për shkak se duke qenë në agitacion politik brenda partisë dhe me qeverinë, asnjë mendim ndryshe, asnjë alternativë politike brenda Partisë Demokratike nuk dëgjohet, sepse me të drejtë militantët thotë ne po presim të rrëzojmë qeverinë, pse duhet ta dëgjojmë Saljanin që na thotë ndryshoni partinë, pse duhet ta dëgjojmë Evi Kokalarin dhe të tjerë që janë hedhur si kandidat për një mënyrë ndryshe apo për një qasje ndryshe për të Partisë Demokratike. Pra shuhet ajo demokracia e brendshme me protestën permanente për të krijuar gjendjen permanente, gjendjen e agitacionit permanent, duke anulluar të gjithë mendimin ndryshe. Kjo ka ndodhur edhe më parë. Hap kotit ose largohej zoti Rama, anulloi se them opozitën e brendshme të LMN-s, Lëvizje për mendim ndryshe, duke radikalizuar protestat. Është një teknikë që njihet në politikë, që partitë politike e bëjnë, sidomos SOI i Berishës dhe SOI i Ramës, e kanë manual këtë asgjësimin e grupeve armiqësore në parti. Pra, grupeve të ashtu quhet armiqësore në parti, sepse nuk lejojnë mendim ndryshe, apo dikush t'i thotë makina po shkon në Gremin. Por, elementi i dytë është ky, që ata nuk po lexojnë zgjedhjet në Hungari. Nuk po lexojnë dot faktin që 70% e atyre që kishin të drejtë vote në Hungari dolën dhe rrëzuan Orbanin pas 5 mandatesh. Dhe ishte një protest kundër korrupsionit dhe kundër gerontokracisë. Pra, fakti që Orbani dhe zoti Berisha janë të njëjtës moshë politike dhe qeverisëse. Pra, një farë mënyrë ishte goditje për Ramon, që ishte një mesazh që kur ka mobilizim popullor rrëzohet për shkak të korrupsionit, për shkak të keqëqeverisjes, dhe nga ana tjetër largohesh një person i cili është një djalë i ri, ka një mendim të ri dhe populli dhe opozita bashkohet dhe thotë më mirë të bashkohemi të rrëzojmë atë që është në krye, njeriu autoritar, diktatorin, quaj si të duash, por nuk mund mblidhen rreth Berishës. Po, shohim pak momente, zoti Berisha që lë ambientet e spitalit, do të ketë një tjetër deklaratë për median tani? Egrësia e përmasave shtazarake e mercenarve të Edi Ramës, Sokol Ballukut, më falni,
drejtori i përgjithshëm i ri. Skënder Ballukut, Sokol Besprerit, njeriu që la kolegun në makinë dhe dogjen të gjallë bandit terroristët në qaf muzin, Enton Alushi, i mercenar, i karteleve drogës dhe Dashi i operacionales, janë sjellë në mënyrën më shtazore ndaj protestuesve. Janë përdor helme dhe substanca që përbëjnë janë krime në konventa. Për verbimin e protestuesve janë përdor helmet që përdoren kundër arive. Po janë helmet që janë përdorur dhe përdoren kundër arive për t'i verbuar arit. Dhe është kjo një akt i pa precedent, kanë përdorur sasi të mëdha ndaj Luciano Boçit, ndaj Klevis Balliut, Ivi Kasos, kanë përdorur ndaj Flamur Nox, kanë përdorur edhe Bledi Himçit dhe një seri protestuesish demokrat, të cilët janë të shtuar këtu, Prenglala, Zamir Muzhaqi dhe prit, kurse ndaj gazetarit, veprimtarit të shqur të shoqërisë civile dhe antarit të Këshillit Kombëtar, Aulon Kalaja, kanë përdor përveç verbuesit të arive, kanë goditur me shkop mbrapa në pjesën oksipitale një pjesë jashtëzakonisht delikate për jetën e njeriut. Janë përdor bomba, janë hudh protestuesve të këmbë bomba, granata zhurmuese, me copat e cilëve janë plagosur, kanë marrë plag të shumta në këmbë dhe kanë hedhur shishe molotov mbi protestuesit. Të dokumentura të gjitha këto. Denoj të terror të pa shembull ndaj protestuesve paqësor dhe garantoj Edi Ramën dhe Lubi Ballukun. Garantoj mercenar të Edi Ramës, Skënder Ballukun, Sokol Besprerin, Alushin e drogës dhe të krimit bashkë me atë dashje operacionales, se do përgjigjen Gjermani për këto akte antiligjore, për këto krime të shëmtuara ndaj protestuesve paqësor, dhe se me asgjë nuk do mund të mposhtin kryengritjen paqësore të opozitës shqiptare kundër Edi Ramës, Lubi Ballukut dhe organizatës tyre kriminale. Faleminderit.